Përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën. Atëherë duke marrë shkak nga ngjarja që ndodhi dje tek pallati i kompleksit çmet janë në stratosferë, por cila është cilësia e pallateve të reja në Tiranë? Çështja e cilësisë së ndërtimit është sigurisht çështje teknike që ju përket specialistëve përkatës, ndërtuesve dhe njerëzve që merren drejt për drejt. Ne në rolin e administratorit kemi për detyrë që të shërbejmë ndaj komunitetit, ndaj banorëve, t'ju vëmë në dispozicion angazhimin praktik në mbarvajtjen e elementeve të bashkëpronësisë në raste se ka probleme evidente me ashensorët, me pompat e ujit, me qoftë dhe me fasadën, kur ne evidentojmë paraprakisht nëse ndodh një problem eventual, ne patjetër që lajmërojmë së pari banorët dhe më pas edhe dhe institucionet përkatëse. Në eksperiencën time nuk është se kam pasur një histori të ngjashme si rasti i djegjes së fasadës të pallati, qoftë këtë vit apo dhe para 3 vjetësh ku ndodhi në një pallat tjetër. Është një ngjarje e rëndë, e kuptueshme që me pasoja të rënda qoftë në njerëz të lënduar, por edhe të dëmet materiale. Unë mendoj që kjo tregon një situatë që të gjithë duhet të reflektojmë, qoftë ne si banor të ardhshëm të një pallati të ri, që duhet të bëjmë ato verifikime të mundshme teknike, duke pyetur me detaje dhe inxhinierët zbatues dhe ndërtuesin, dhe duke parë dhe mirë ndoshta edhe kontratat e shitblerjeve që deri ku shkon përgjegjësia, kush i mban përgjegjësitë në rast dëmesh. Një element tjetër që mendoj që është shumë i rëndësishëm ka të bëjë edhe me sigurinë e banesës. Ne po shikojmë që në mënyrë të shpeshtë ndodhin probleme me zjarrin, me tërmetet, pra me fenomene natyrore ose njerëzore, ose kryesisht të paparashikuara, të cilat na çojnë drejt një nevoje vendimmarrje për të siguruar banesën në mënyrë që në raste të tilla ekstreme të mos rrim në qiell të hapur, siç qellohan ato 30 banesa dje që u dogjën. Unë kam mbi 10 vjet në rolin e administratorit, kam vënë realisht pallate të cilat janë ndërtuar mirë dhe këtë e kanë treguar në rezistencën e kohës, por kam vënë edhe pallate që lënë për dëshiruar. Nuk po them vetëm në fasadë, sepse ajo është pjesa e dukshme, por edhe në elemente të tjerë të bashkëpronësisë, hidraulike, elektrike, pompat, fikset e zjarrit që mungojnë në një pjesë të rasteve, po të bëni një analizë të kujdesshme dhe të shikoni hidrantët sa mund të jenë nëpër komplekse apo në pallate, shumë pak do të gjeni. Në qoftë se ndodh një djegje apo një problem eventual që ka nevojë të hyjë ambulanca apo zjarrfiksja, nuk futen dot sepse nuk kanë as rrugën e dur për të depërtuar në pallat. Janë një sër problemesh që vijojnë edhe me ashensorët, edhe me depozitat e ujit, edhe me taracat. Pra, të gjitha në tërësi po të shikohen do evidentohen probleme, kjo është e sigurt. Por ne, për fat të keq, reagojmë në momentet kur ndodhin fatkeqësitë dhe jo ti para përgatisim që të mos ndodhin. Këtu në fakt ka zgjidhje, jo se nuk ka. Zgjidhja konsiston në bashkëpunimin mes të gjitha palëve. Është kollaj të vendosur gishtin tregues te një ndërtues që ka patjetër përgjegjësinë e vet, te administratori që është mirëmbajtës, është personi që le të themi mban përgjegjësi dhe informon banorët, është një ulëvizje midis shërbimeve të ndryshme, por edhe me institucionet. Edhe vim tek pjesa e institucioneve që patjetër dhe ato kanë përgjegjësinë e tyre, sepse tek e fundit unë kam thënë shpesh që fakti është që kur përfundon një pallat në dorëzim e merr bashkia. Dhe kur e merr bashkia, patjetër që gjithë instrumentet e saj do të vinë në funksion për të provuar se sa funksional dhe të sigurt janë elementet e bashkëpronësisë.
duke përfshirë këtu dhe fasadën. Jam i sigurt që nëse profesionistët ndërhyjnë më përpara dhe bëjnë verifikime, bëjnë testime, nuk kanë për të ndodhur këto probleme. Ose japin alertin, pra japin sinjalin e kujdesit që duhet pas në konsiderat që ky pallat përbën rrezik. Dhe pastaj vijojnë më tej procedurat në kohë të shpejtë sepse po u lanë afatgjatë harrohen për të bërë, le të themi, ndërhyrjet e nevojshme që të mos ndodhin këto fatkeqësi. Por unë e theksoj që nuk është përgjegjësi vetëm e një palë, është e të gjithëve, pa përjashtim. Edhe e banorëve. Do thoni ju çfarë kanë banorët? Banorët kanë fuqinë për të ushtruar ndikim tek të gjitha palët, edhe të institucionet, po edhe të ndërtuesit tek i cili blen, sa që blen pronën, sa e fuqishëm është zëri i tyre, nëse bëhen bashk, kanë një fuqi të pashtershme që mund të influencoj në çdo lloj niveli, pa përjashtim. Por nëse ti shikon punën tënde, pragun e shtëpisë e brenda, ky është një problem. Pra, duhet parë në kontekst të frymës së përgjithshme që këto fenomene të mos lihen në arres, mos lihen pas dore, por të ndërhyjet në kohën e dur, të kapen përpara se të ndodhin këto lloj dëmesh e fatkeqësish. Po ku duhet të blejnë vlerësit? A duhet të joheshen vetëm nga bukuria e fasadës? Dëgjoj, nëse ne futim veten në rolin e blerësit, sepse blerës kemi qenë kur kemi marrë apartamentin ku banojmë, ne nuk arrim dot të testojmë elementet e bashkëpronësisë, se nuk kemi specialistë të fushës. Por ne shikojmë tërësinë e pallatit, shikojmë ambientin, a është i gjelbëruar, a është në një pozicion të mirë, a ka më pak zhurmë, kurse elementet teknik, a janë lidhur mirë tubat hidraulik, a janë funksionale ato elektrik, a janë hidrantët. Këto ne mund të marrim ndoshta një asistent nga inxhinieri zbatues, por se dim se sa i vërtet do jetë, dhe se nuk është se e testojmë dhe e kontrollojmë ne si blerës të apartamentit. Por ama ne kemi një gjë në dorë, që kur shkojmë të bëjmë kontratën e sipërmarrjes apo të porosisë dhe më tej të shitblerjes, të shikojmë të gjitha elementet se çfarë garancie ka ky pallat, çfarë elementësh bashkëpronësie janë të sigurt dhe çfarë përgjegjësie ka ndërtuesi dhe unë si banor për të përgjigjur. Patjetër dhe ajo që e thash, pjesa e siguracionit të banesës që duhet, sepse ne po shikojmë që ndodhin shpesh fatkeqësi nëpër pallate. Kështu që mendoj duhet me pa tërësinë e problematikave, duke mos u joshur vetëm nga estetika, pra nga pamja e jashtme, por dhe duke parë këto elemente bashkëpronësisë. Mua më ka qelluar nëpër pallate të reja, ku banorët rishtas hynë, akoma nuk ka përfunduar pallati, akoma nuk është vënë ashensori, akoma nuk ka ujë në pallat dhe futen në shtëpi. Do thoni janë nevojat. Dakor, por nëse ti nuk e shikon pallatin të përfunduar, ku shkon? Ku e gjen garancinë që do përfundojnë në kohën që ti pretendon, apo që të kenë elementet e cilësisë së dur, qoftë ato të bashkëpronësisë, qoftë ato të shtëpisë brenda. Prandaj, më e mira është që vetë banorët të kujdesen brenda diapazonit të njohurive të tyre për të pyetur, për të interesuar, ndoshta edhe për të korrigjuar në një gjë të nevojshme që konstatohet me sy të lirë. Ato pastaj të tjera që janë teknike që nuk parashikohen, kur pas 5 vjetësh siç ndodhi te kompleksi dje, që mori fasada flak, kjo është një histori që nuk është në dorën tonë, por të inxhinierëve, të specialistëve përkatës. Atëherë në kushtet kur 1 metër katror brenda unazës shkon mbi 2500 euro, çfarë do të zgjedhin blerësit? A janë përdorur qëllimisht materiale më të lira për kosto më të lira? Blerësit zgjedhin sipas nevojave të tyre dhe sipas mundësive. Vendin ku do ta blejnë, pallatin, cilësinë, patjetër që unë mendoj paraprakisht duhet të këshillohen. Duhet të këshillohen ndoshta edhe me
ata që janë agent imobiliar që e njohin mirë tregun, terrenin, duhet të pyesin dhe kush janë ndërtues serioz që ndërtojnë me cilësi, pavarësisht çmimit. Pra unë në këtë rast nuk do të shikoja çmimin, patjetër që ka ndikim në xhepin e çdo konsumatori, çdo blerësi, por të shikoja sigurinë dhe cilësinë e pallatit. Ka pallate cilësor, ka pallate të cilët janë veshur me fasada të mira dhe të sigurta, por ka dhe ndërtues jo serioz, për hir të së vërtetës, dhe ne orientohemi, le të themi, te shpejtësia, te efikasiteti dhe e lëm ndonjëherë pas dore sigurinë. Dhe këtu është pra ajo problemi neve si, le të themi, si palblerëse apo si banor, që nxitojmë. Duhet me u informu në të gjitha detajet. Të mbajmë shënime edhe për problemet të caktuara. Të çojmë një email te ndërtuesi apo te inxhinieri përkatës i zbatimit të projektit që çfarë është bërë me këtë element, çfarë është bërë me atë element. Çdo gjë është dokumentuar që në një rast siç ndodh rrallë, por mund të ndodh, ti kemi gjëra të kopësitura në letër. Dhe jo thjesht të rrim në qiell të hapur, kush e ka përgjegjësinë, çdo gjë. Pastaj, kur shkojmë tek çështja e institucioneve, ne kemi raste të ngjashme që kanë ndodhur edhe në Europë. Nuk është se na ndodhi ne para 3 vjetësh apo si vjet, mund të ndodhi mos e dhënë Zoti, po mund të ndodhi prap. Por këto paraprihen dhe mënyra më e mirë në rastin konkret është që të bëhen testimet, siç e tham, dhe të mbani secili përgjegjësinë përkatëse. Pra, nëse fasada e pallatit çalon, ka probleme, atëherë duhet nxjerrë shenja alert. Nëse ajo nuk është ndërtuar mirë, banorët duhet të ushtrojnë presion në mënyrë të fuqishme ndaj ndërtuesit dhe ndaj institucioneve për ta rikorrigjuar atë fasadë. E njëjta gjë dhe me elementet tjerë të bashkëpronësisë. Edhe me garazhet, që është një element që ndoshta ne harrojmë, por është min me sahat. Dhe garazhet mungojnë hidrantët, mungojnë sinjalet e alarmit të zjarrit, mungojnë tymusit. Na ka qelluar që një makinë të digjet mund të rrezikojë të djegi jo vetëm makinat aty afër, por mund të shkojë zjarri edhe në për apartamente. Kështu që kontrollet e vazhdueshme, bashkëpunimi me administratorin dhe banorët, me ndërtuesin, me inxhinierët përkatës, me institucionet të kontrollit siç është bashkia apo ministritë e linjës, janë të nevojshme, sepse po nuk bashkërenduam të gjithë, do na ndodhin këto fatkeqësi që sjellin pasoja edhe në njerëz dhe në ekonomi. A do të dëshpërblehen banorët dhe kush do ta mbajë barën financiare? Kjo është një çështje që mbetet në dorë të qoftë të institucioneve, të ndërtuesit, të raportit kontraktual, të sigurimeve. Nuk e dim nëse këto apartamente nga banorët janë të siguruara. Të gjitha këto ka gjasa, me sa kuptoj, përfundojnë ose në një marrëveshje mes palëve, ose në gjykatë, për të verifikuar pastaj nga hetimet, nga kontrollet, se nga buron faji, si duhet të dëmshpërblejnë ata që janë dëmtuar, kush kanë qenë shkaktarët, ju takon atyre të dëmshpërblejnë në këtë rast, apo siguracioneve, pra kompanive që nëse janë siguruar. Këto janë parashikime që nuk mund të fliten nga unë, apo ndoshta edhe nga njerëz të thjeshtë, por nga specialistët e përkatës. Ajo që ka rëndësi në këtë histori është që njerëzit mos jenë jashtë në qiell të hapur, po të sigurohet banesa të paktën derisa të bëjnë riparimet e nevojshme. Në dijenin time, sa jam informuar nga media, janë shumë apartamente të djegura, janë rreth 30 apartamente, të cilat janë dëmtuara dhe i thon 30 familje që me shumë gjasa kanë humbur gati me miliona euro në tërësi e problemit. Kështu që besoj që kjo do të mbyllet si çështje në një marrëveshje ose në gjykatë, se s'ka rrugë tjetër. Sa ndërtesa të tjera në Tiranë mund të kenë të njëjtin problem dhe presin të digjen, dhe a ka një auditim të përgjithshëm për objektet me risk të lartë nga zjarri? Në momentin që një pallat përfundon
pra kolaudohet dhe dosja kalon në bashki dhe quhet pallat i dorëzuar në mënyrë korrekte, presupozohet që të gjitha elementet janë në rregull dhe presupozohet gjithashtu që mund të banohet dhe ka kushte sigurie. Në rastin konkret, a ka pallat të tjerë, po sigurisht që ka pallate me fasada të tilla të ngjashme. Unë do të sugjeroja që e mira është që të bëhet një audit i përgjithshëm i gjitha pallateve të ndërtuara me të tilla fasada. Janë shumë të nevojshme dhe si do të veprohet unë nuk e di, ndoshta një marrëveshje mes banorëve dhe ndërtuesit apo me financime siç bën bashkia me fond komuniteti, por që në qoftë se ato përbëjnë rrezik, patjetër që masa e parë, minimumi duhet që të ndalohen me ligj të tilla fasada. Masa e parë, mos vazhdojnë më të ndërtohen të tilla. Dhe masa e dytë, e shpejt, duhet të testohen të gjitha këto pallate me të ndërtuara me këtë lloj strukture dhe me këtë lloj materiali ndërtimi, fasade. Kjo është shumë e nevojshme, mendoj. Dhe për këtë, ata që duhet të shqetësohen më shumë dhe të ushtrojnë presion, mos presin të jenë nga jashtë, po të jenë brenda pallatit. Pra të jenë vetë banorët që me ndihmën e administratorit, përfaqësuesve të tyre të bordeve drejtuese kështu me radhë, të iniciojnë takime nëpër zyrat e bashkisë apo të institucioneve të tjera apo me ndërtuesin, si të bashkëndojnë që këto fasada të zëvendësohen. Boll më sepse rreziku është evident. Mund të ketë, unë kam parë me sy të lirë shumë pallate të ndërtuara me këtë lloj strukture. Nuk e di cilësinë e brendshme, ka shumë aludime, disa thonë që janë produkte të certifikuara nga institucionet europiane, që ky material nuk është nuk është problematik, është rezistent ndaj zjarrit, por fakti që ka ndodhur do të thotë që nuk është testuar siç duhet, ose është anashkaluar, është lënë pas dore, ka kaluar me një firmë nga përgjegjësit. Rëndësi ka që ndodhi, mos ndodhi më. Ky është mendimi im, por e përsëris në bashkëpunim me të gjithë, sepse ne kemi një fenomen që na ndodh. Çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Harrohet shpejt. Nuk duhet harrohet sepse mund të ndodhi. Mund të ndodhi dhe nesër. Unë uroj kurrë, por fakti dhe realiteti ka treguar që nuk ka ndodhur vetëm me një pallat, aq më tepër që ai pallat u doj për së dyti. Por gjithashtu ka ndodhur edhe të zonat e 21 dhjetor para 3 vjeç nëse u kujtohet, një njëjti fenomen. Që do të thotë që duhet verifikuar, qoftë nga firma përkatëse e ndërtimit, meqense ka qenë e njëjta, por qoftë edhe nga pallatet e tjera të cilët e kanë kambanën e alarmit në vesh dhe uroj që një ditë mos t'i zër problemi, drama apo tragjedia përpara se të dëgjohen më vonë kambanat. Sipas jush, sa kohë i duhet një çifti të ri për të blerë një apartament në Tiranë? Është shumë e vështirë për familjet e reja, sepse çmimet kanë arritur në nivele të larta për të së vërtetës. Edhe për kohë, në qoftë se referohemi statistikave, tregojnë që duhet mbi 25 vjet, ne mos harrojmë duke futur në lojë dhe kredin. Varet patjetër dhe zona që blihet, sepse ka apartamente me çmime shumë të larta, por ka dhe apartamente që mund të jenë me çmime ndoshta edhe më të arsyeshme në zonat periferike, në rastin e Tiranës, sepse në rrethe mund të jenë diçka më lirë, por është e vështirë. Për hir të së vërtetës, është një brez i përndjekur në aspektin e strehimit. Është, besoj, një fenomen që ndodh jo vetëm te ne, por edhe në vendet e tjera, por tek ne kemi shumë të theksuar rritjen e çmimeve në mënyrë galopante dhe të drejtë në raport me mundësitë financiare dhe rrogat, pra pagat që marrin të rinjt sot. Mund të ketë profile të caktuara që kanë paga të larta, inxhinier, IT, mjek që kanë paga të mira, por për të jetuar, se dhe për të banuar, pra po themi për të marrë apartament nuk është e thjeshtë. Unë kam vllain tim, po ju tregoj një eksperiencë personale që është mjek, ka disa vite mjek dhe është me qira. Nuk arrin dot sepse ajo pagë i mjafton vetëm për të jetuar mirë, por për të blerë një shtëpi është shumë e vështirë. Duhet të bësh disa punë, duhet të kesh të ardhurat të larta. Ndoshta duhet të merresh me një aktivitet privat, me një biznes të caktuar, po të jesh rrogëtar
Mendoj që është ndoshta kur të thinjesh bëhesh me një shtëpi tënde që të jetë e jotja në mënyrë përfundimtare, sepse kredia zgjat, interesat të larta, çmimet janë në rritje, nuk kemi parë të ketë ndonjë stakim apo ndonjë ulje. Kështu që do kohë, një çift e ka të vështirë. Detyrohet ta marrë me qira, siç ndodh edhe në shumicën e Europës, gjysmat e familjeve të reja janë me qira. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.